Një 22 vjeçar ka plagosur me armë sportive baban e tij natën e kaluar në Fier pas një konflikti në familje. Policia e Fierit është njoftuar rreth mesnatës se një shtetas kishte plagosur baban e tij në banesën e tyre në fshatin Mbrostar Ura. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u kap dhe u vu në pranga shtetasi JZ, 23 vjeç. Ai dyshohet se pas një konflikti me baban e tij, shtetasi NZ, 58 vjeç, e ka plagosur atë në këmbë me një armë të modifikuar si armë sportive. 58 vjeçari është aktualisht në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Kurse ditën e djeshme ndodhi një ngjarje e rëndë në zonën e Sukut 2, në Roskovec, ku shembja e murit rrethues të një banese i ka marrë jetën një vajze të mitur 4 vjeçare. Sipas informacioneve paraprake, muri rrethues në pronësi të shtetasit LT ishte i amortizuar dhe është rrëzuar duke zënë poshtë të miturën. Familjarët e kanë transportuar menjëherë vajzën në qendrën shëndetësore të Roskovecit, por fatkeqësisht ajo ka mbërritur pa shenja jete. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.